është bo për plus minus 3-4 deputet. Çka tash? Kryeministri në largim ka thonë edhe diçka tjetër. Nëse nuk i marrim 80%, 80 deputet, nëse nuk i marrim 80 deputet në parlament, shkojmë në zgjedhje. Pra, cilët Albin mi besu, qaj që u konë idehur mas 5 në atë fjalimin e ti të ngjizum, apo këti i cilin pas ka qenë esull dhe ka thonë që diçka tjetër. Qa ke njës nash me alkotestën në ekran për dalën? Po, jo, po, se më thonë, ne... Së këgja aftësi është? Ta kësha rekomandu për do njofë shumë tonë? Qyteti i Prishtinës është shumë i vogël dhe shumë vibrant, kështu që, po për me bo këtë debat ma serioz e lartë, unë e menoj që Zoti Kurti neve kome na që prap në zgjedhje dhe kështë qëllimi ti kryesor. Unë i besoj deklaratës ti që nëse si merë 80 deputet, a i do të na qaj sërish në zgjedhje, qëllimi ti politik, deri sa të është presidenti Trump në shtëpinë e bardhë, për deri sa egziston një presion i Bashkimit Evropian për me implementu marrëveshjen të cilën e ka pranu dhe është pjesë e rrugtimit evropian të Republikës së Kosovës, e që është marrëveshja më e donshme në historinë e Kosovës, ajo në Bruxelles dhe në Ohër. Për mi i këti presione, a i gjithmonë ka me prodhu kriza dhe habitati më i mirë për kriza është më shku gjithmonë në zgjedhje të reja, sepse këtu i ka dy gjëra. Fillimisht i ka paret, i ka gjipat, 500.000 euro një gjep i blindum, as i kryeministër para ti nuk ka uthu me gjipat blindum gjatë tërë kohës, vetëm kur ka pas kërcënime specifike, 2 muaj, 1 muaj, 2 javë, 1 javë, është i vetëm i kryeministër që anet me gjipa të blindum në mënyrë të përhershme, e që kushtojnë 500.000 euro. Dhe për thonë, i ka krit veglat e pushtetit, është kryeministër në detyrë, nuk ka parlament me mbikëqyr, i ka 23-4 agjensionet të cilat i ka mbush ekskluzivisht me militant televizive të ndose, as një partije tjetër, të cilë nuk ka nevoj me ndru, me ushtruz dhe tyre, e ka një presidente, e cila është presidentja ma ideale për Albin Kurtin, sepse nuk e eklipson në politikën e jashme, pra, kur e pysim për Amerikën, ajo nuk din asgjë, sepse është Albini që du të mu përë. Seriozisht, a poshe deklarat? Poshe, dhe unë e mendoj që kjo është deklarat skandaloze, edhe kjo të regon dimenzionin për mu të frekshëm, që këta njerëz, këta nuk shqetësohen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nuk shqetësohen për qëndrimet e tyre, as nuk shqetësohen për interesat e tyre, edhe për ndryshe nuk mundet me pas një deklarat të tillë, është pashtu një dëshmi tjetër se çfarë modelit të presidentit e don Albin Kurti. E don një model të Albulena Haxhiut, e cila në politikën e jashtme thotë në smarrë vesh